Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi në emisionin Kuvend. Sot duke ardhur në një ngjarje që lidhet me shkollimin, me një gjimnaz të Qarkut Lezhës, që është gjimnazi i Rrëshenit. Ka 65 vjetori. E mendova mirë çfarë mund sjell për këtë ngjarje. Si çdo lloj gjimnazi, çdo lloj shkolle, cila ka krijuar një emër për vite dhe për dekada, do doja që të vinte përmes emisionit Kuvend, sepse nëse ne nuk bëjmë kuvend për arsimin, për edukimin e trive të gjeneratave të më radhë, nuk ja vlen. Kështu që po mendoja si ta sjell në mënyrën nga një herë zyrtare, burokratike, me ato relacionet me shifrat me radhë, apo të sjell dikën që ka lënë një shenjë të veçantë. Dhe unë kam sjell sot në Kuvend një person i cili ka marrë dhe është vlerësuar me medaljen e artë nga gjimnazi i Rrëshenit. Dhe ky është një që njihet në gjithë Lezhën, në gjithë Qarkun, amon njihet edhe shumë më gjerë. Është Dot Pietraj. Dot Pietraj, inxhinier Doda. Është kënaqësi që të kam sot në Kuvend. Kënaqësia është të tëra imja, më gjerë. Shiko Dot, do flasim për 65 vjetorin e gjimnazit të Rrëshenit. Në fakt, do të kisha 2 sot, sepse jeni 2 persona që në vitin 1972, nëse nuk gaboj, matura vitit 1972, jeni 2 që unë asnjëherë s'kam ditë me ju nda, si vëllezër, domethënë si ato vëllezër siames. Dot Pietri edhe Det Shkurti. 2 medalje të arta. Dodën e kemi këtu, Deda është një drejt në mshim, por medaljet mbeten, sepse janë historiku i kësaj shkolle. Çaj kujton atij momenti kur je vlerësuar me medalje të artë, dhe a ka ndikuar në jetën tënde që në atë kohë e deri sot? E thashë më parë që ju falenderoj që më sollët këtu, në këtë Kuvend, por të flasësh, unë kam shkruajtur diçka në një libër timin, cili do të dalë shpejti, për gjimnazin e Rrëshenit, ose atëhere e kishte emrin Bardhok Biba. Unë kam marrë nga Malej, dhe direkt në klasë 9, sepse atëhere ishte me sistem 8 vjeçar, shkolla 7 vjeçare, që sot është 9 vjet, dhe jam e para klasë 8 në Malej. Edhe pri aty, pastaj, megjithse unë isha vërtet mirë atje, ishim dhe në zonë mësues të shkëlqyer, dhe në zonë të shkëlqyer, siç ka qenë Gjovalin Totri, që ishim së bashku, edhe të 2 së bashku erdhëm në Rrëshen, në konvikt. Historia e ardhes në konvikt është qesharake dhe shumë interesante, sepse mua më doli me pagesë, sepse unë isha djali vetëm dhe 4 pleqt punonin, po renditeshin gjitha ato materiale që kishim, dhe ndërto ishte edhe një moshk, të cilin vetëm 3, mund 2-3 shtëpi në male e kishin moshk. Edhe ai ngrite shumë, edhe thanë, u vlerësuan terma financiare shumë, edhe unë dilsha me pagesë. Era e parë që baba im vuni veton, që nuk e vinte zakonisht para xhaxhait, sa ai ishte i pari, e tha s'do ta çojmë, tha të mnimoj mota. Unë 3 ditë, 3 det tu qa, sepse të shkoj në shkollë. Sepse ishe nxënës i shkëlqyer atje. E pa, absolutisht. Me të gjitha 10, i pari. Bile interesante ishte se i pari i fisit tonë, nuk do të Pietraj, ose gjyshi i ton Pietrajt sot, shkonte në shkollë dhe pyeste, kush është i pari i shkollës? Edhe drejtori, Bardhok, i thoshte do të Pietri është. I kujt është ky? Sigur nuk më njihte, po është i filanit. Është i bjedre tim? Po, në rregull, se ishte djalagje me babën. Në rregull, e s'pyeste për kalamajt e vetë. Po i tharë kalamajt e tu i ke mirë, e më rregull janë, thoshte, hajde. Edhe më vinte një vend gjithmonë, në çdo darkë, ai e kisha venin në gjunën e majtë të ati. Edhe më thoshte, për sa kohë ti t'jesh i pari i shkollës, e ke venin këtu. Në më mora vesh që ti e i dyti, nuk ke vend këtu. Edhe unë shkova, u qava bërtitës, që të them, s'do të më qonin. Vjen tezja ime, Bardhe Pietra, edhe i thot, nësë, qa ka këtë janë që du qa? Unë tezër i kësha dhe si shok, në fakt, i tregoja gjitha.
Pa nuk duan me që në shkollë. Po pse? Sepse dalin të ardhat larta dhe kështu. Mos më mërzit, më tha teze, se do shkojon. Edhe shkon drejtë teze tek zyra e financës kooperativës, atje ishte shefi i financës Pal Gjoka, ose jati i Gjergj Gjokës dhe Nikol Gjokës sot. Një ekonomist shumë brillant, edhe. I pa... Kanë vazhdu edhe kështu, pasaj keni mrapa. Po. I pa, edhe i tha, po këti del mushku, tha, me të ardha shumë të dhaja. Ata qoj mushkën në i vendet, themi se ka cofta, se s'ka mundësi ndryshe. Edhe qom me mushkën për latë, ne një 3 javë mushkë atje. Edhe në vend mushkës shkova unë në gjimnasë. Sa e burë, do nuk e dhja këtja, a i ke përmend libru këto? Po. Se i ke tuja të gjërë, jo, ka fantastik. Edhe në vend mushkës shkova unë në gjimnasë. Shitani, pra një me medaljetarë, në vend mushkës erë. Edhe në gjimnasë, pasaj unë natyrisht që gjeta, shkuam dhe me gjithë Gjevalin Totrin në gjimnasë, edhe Gjevalin ishte në zonë si shkëllqyër. Dhe gjeta dhe ditë shkurtin atje, edhe më thot Gjevalini, deta ranë një klasë me Gjevalinin, klasa A. Pashk Biba, Gjevalin Totri, ditë shkurti, Froksimoni, ta ishin një klasën A. Klasa B isha unë, Nuk Mbruku, Franca Muqa, Marie Gjini, që nuk jetone shkreta. Farmacisi. Po, nuk Gjoni, Ferit Tukaj, nga, po. Edhe shumë të tjerë, Mrik Fusha, Dil Jushi, Gjelina Loku, edhe unë shkova atje dhe Gjevalini më tha, ke një konkurent shumë të fort, kush është ky, thash, thot është Det Shkurti, ai me shkruan shumë bukur gati si unë, se Gjevalini edhe sot e kësaj dite shkruan në mënyrë perfekte, shumë bukur, si me qenë... Deta që vine nga Kashinari. Po, deta, po. Nga Bajraku tjetër. Po, nga Bajraku tjetër. Edhe, për që di nuk u mërzita, a i thash për do të takojme, u takume, u bëm, që në atë kone u bëm shumë shokë. Pra, nuk u mërzite, sepse doje një të mirë. Kishe një shok i mirë, more. I shok i mirë. Si të mërzitesh, a ishte të gjitha vetit e një shokut mirë. Po, absolutisht. Po kjo një farë mënyrë, do më thëmë pasaj shërbelu si një lojë konkurence e bukur. Heshtur, po e shumë e bukur, shumë e bukur. Dhe gjithmonë. Dhe ne kemi lujt në 5 drama dhe spektakle. Se ka i gjohë se desha me të pytë, po shikot, në kohën që flasim bashne, do kemi ilustrime. Maturna e 72-shit, dhe Gledisin, njëstin që ka mund të në montaj, do vazhdoj të ilustrojë. Është një mrekulli. Gjatë kohë si flasim ne, jemi ke matura, aktivitetit që keni, jeni të konvikti, jeni kundo, edhe t'i shojnë njerëzit si keni që në ne kishim mësus drejtori shkollës ishte Mark Biba, mësus i letrësijës ishte Ymer Lugaliu, i famshëm, po, Prenc Subleshi, mësus fizike Niko Cera, më vonë erdhi Piro Jorgji, mësus matematike, në sa kohë ka dhe Nikola Rada, matematik dhe vizatim teknik, dhe pastaj mas Piro Jorgjit ka ardhë Lukman Kosovrasti. Do me thënë, në klasën e 10-11 e Piro vetëm një vit mund nga këtë dhanë, dhe Lukman Kosovrasti ishte njeriu që nuk bën delshime. Jo, e kinë pas me fat. Ishte absolutisht, ishte ne, do të tregoj të fortën kur vajta në universitet, në orën e analizës matematike, profesori shpjegoj 90 minuta ora, unë të them të drejtën nuk mora vesh të asgjë. Edhe për mendova me vete, thashore, që kësh budala unë, s'ka mundësi. Ata të gjimnazëve të Tiranës që idheshin, po, kështu mua këtu, sa atëhere ne bënim vetëm limitet, nuk bënim të tjera që i bëjnë sot në gjimnazë, në derivate integrale, i kam bë atje, po. Dhe pas e u dytrova, studiova dhe u bëra në rrethin e ndër më të mirëve dhe atje. Por, në gjimnazë, pastaj ne kemi punuar në mënyrë perfekte, u kam pas mësus franquën, për shembull, edhe mësus kujdestar. Ai jo vetëm që ishte një mësus i mrekullueshëm, po një të hynë klasa e të vërte vesh në ftyrë, se i pa përgatit, thoshte, ti je tap sot. Jo, profesor, se ke lëzu fare, e vërtet ishte ashtu si thoshte ai. Ashtu. Dhe me gjithate, ai ishte një mrekulli, ota mësot daj, mësus i historisë Kin Bashli, momentin kur hynë të Kin Bashli në klasë, kur hynë të Zoti. Ai na i shpjegote, për shembull, socialistët utopik francez, i tha me një ngjarje thjesht, që nuk e harroj kurrë. E thoshe,
Për shembull, thoshte Konti Saint-Simon, ishte kont, kishte një shërbëtor që do ta zgjonte çdo mëngjes e i thoshte, zgjohu kont se të presin punë të mëdha. Unë sot e kësaj dite nuk e harroj këtë. Pa, edhe, ose Charles Fourierja që shkoj në Amerikë, bleu një tokë, vu sklevrit me punua, ata e vodhen, edhe tha, s'ka mundësi, socializmi nuk ban. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Këto janë rishtartë e gjimnazit. Edhe gjimnazi Rësheni faktikisht. Edhe atje ne kishim një problem shumë serios, sepse atë gen të letërësisë që ma futën mësuesit e mi Prenkur Leshi, Pash Qalshi, që ishim mësues të letërësisë në Malaj, po. Unë e vazhdova me Yber Llogaliun dhe me Prenkur Leshin. Dhe ne vazhduam, ata ishin kaq të lirë sa të jepshin tema hartimi të çuditshme. Për shembull, ai Yber Llogaliu na ka dhënë një temë të tillë, ëndrat e një maturanti. Dhe imagjinoje se çfarë mund të thoshte një maturant. Dhe e dini çfarë kam shkruar unë? Çfarë shkruaj ti? Isha në bankën e fundit të kabinetit letërësisë. Po. Edhe shkruajta një ngjarje e stisur, sikur unë isha plak dhe sa kalamaj në lulishtet e Rëshenit silleshin rreth meje dhe thoshin, ja ky është xhaxhi inxhinieri. Dhe ka ndërtu këtë, ose ka trone me babën time, ku ta dione, dikur. Dhe pastaj thosha, epilogu ishte kështu, pa pritur plaku flok bardh, shndrohet në djaloshin maturant flok zi, që në bankën e fundit shkruan kujtimet e tij për të ardhmen. Shumë e bukur. Dhe profesori që aq i kënaqur sa s'ka gjë. Shumë e bukur, e shkruaj po. Domethënë dhuntia krijuese jote ka qenë në gjimnaz bile në klasën, duke kishim filluar klasën e 12, ose e viti i fundit, dhe vjen Birçe Hasko. Birçe Hasko ishte nën kryetari i komisionit të pranimit të aktorëve. Në Akademi të Arteve. Po. Një nga aktorët më të mirë shqiptar. Po. Edhe erdhi, rolet e dyta ai është i pa arritshëm, nuk bëhet fjalë. Edhe erdhi atje dhe tha, i thot Kinbashit disa njerëz që duhet me ardhë në arte. Edhe po, tha Kinbashit, e kimi dodën tu, erdhën sa tjerë, dhe janë 2-3 tjerë, Fran Tjertja, Fran Kaçi, nuk kujtohen tjerë, dhe janë 3-4 vetë. Dhe unë më kujtohet që më dha mua, na që në mens e ekonomikit, aty. Aty, tha tashi, e di më tha mu vjershën shqiptare Qajupit? Shqiptar Qajupit ishte, kur se di, dhe Shqipërinë e mori turku, i vu zjarë, shqiptar, mos rri po duku shqiptar. Tha, po i thashe di, në recito, tha. Ashti, unë e ka pa idenë. Ai nuk do të rimën Shqipërinë e mori turku, i vu zjarë, shqiptar mos rri po duku, si t'ishte rima shqiptar. Po do të thekshin logjik, edhe unë i tha Shqipërinë e mori turku, i vu zjarë. Shqiptar mos rri, po dukur shqiptar. A i tha, mjaft, tha. Po sho. I vlen. Po, mjaft, tha. Jo, mjaft, tha. Po në një monolog, po i tha shumë. Natyrisht që atëhere ne ishim me letësinë ruse, dhe lexova dhe deklamova monologun e Oleg Koshevojt, ke Garda e Re. Në rusisht e bëna? Jo, në Shqip, po. Edhe shkova gjeta një qoshe dhe u futa në qoshe, edhe vuna 2 durë të kokë se u ula. A ju që ditë, tha, pse i kek një atje në qoshe? Jam burg, por i thash, jam qeli. Qo, tha, hik, asë tha mo. Pa e bo atë. Pa i fillon jam 16 vjeç, po s'është pa im që jeta ime është të ka shesh kurdur. Qo më tha, mo dola. Dëgjoj djalë, tha, ti para se të vish atje, në arte do më takosh mua. Edhe i kështa thanë profesorave që kjo është i gatshëm, s'kam probleme, fare veç të kaloj. Edhe vjen Kinbashli, e thot, birim, urime. Se, profesor, o ti je në arte tani, tha, nuk bëhet fjalë. Pra do shkoshe në shkollë në arte? Do shkosha në shkollë në arte. Shiko do. Dhe... Okej, po, ti do më mirë në letërsi ke qenë absolut. Jo, absolut, po i mirë. Jo, absolut. Edhe në shkencat tjera shëqërore, po në këto lanë tjera si ke qenë matematikë, sepse absolutisht. Medalja ardë nuk merë që si ishe dhe tjera. Edhe sot në matematikë, kur shof gjana, unë ullim e zgjellë ushtrime. Sepse zakonisht nuk bëhet lavë. Jo, zakonisht se kjo është
zakonisht disa marrin një drejtimin shoqëror. Po të dyja janë të rralla ata që marrin të dyja. Po, ka për shembull, të të them një rast. Kur ka teste, vajza e djalit, Eltonit, vajza e madhe, është klas 6, vjen dhe konsultohet me mua në matematikë dhe unë ja zgjidh deri një farë vendi dhe pastaj e shoh e kap apo se kap. Ajo me një herë e kap, tak. Edhe unë jap dorë, bravo i them, shumë bukur. Edhe i thotë atit gjyshi, si di gjyshi që të more, pa i tash i ka 50 vjetë si i ka ba, si ma men. Edhe matematika është një letërsi e mrekullueshme. Ja, se po të shohësh vetëm një gjë, ja të jam dy shembuj të vogël fare. Një ekuacion i gradës 2, i shkallës 2, bëhet me poezi. Vetë dhe arabët që e kanë shpikur algebrën, i kanë dhënë me poezi. Një kope me ca majmun në po utonte për në lumë. 4 orë i gjysmës qerekut, po utonte poshtë një bregut. Pjesa tjetër, një dyzin, na u fut të një lugin, as me thuni djem dhe qupa, sa majmun kishte tufa? Shumë e bukur. Edhe ai, o 16 o 28, dal x1x2. Ose, merr një problem shqiptar, po utonin për në kala një plakush me 4 gra. Çdo grua kishte 4 thas, në çdo thes maqok në atë mas. Çdo maqok 4 kotele, lidhur me 4 kordele, me kotele, me plakush maqok e gra. Sa autorin për në kala? Ja, kush është progresioni, pra. Në faktorial. Po, tama. A di pse më fute se më... Pra, është një mrekulli. Qetësove dhe mu, unë fizikën më ru. Po. Shlidhe keti me gazerin. Unë për fizikën, Gjergji, kam një gjë interesante. Orën e fundit fizikës, unë kisha thirrur profesorin e fizikës, që e kishim profesor kujdestar, nuk po ja them emrin se s'ka kuptim, ashtu dhe, nuk ishte sjellur mirë. Me njerëzit tonë aty. Dhe më ngarkuan shokët që ta thrisohen. Edhe unë shkova në kabinet, edhe ja të thash, nuk e bërë mirë, 1, 2, 3, 4, 5, a ngeli. Ai e ngeli dhe tha falemderit. Mirë, po kjo falemderit ishte pak e shqetësuar. Ai pasa marrë vesh që unë do versha medaljetar, por nuk e dinja. Dhe ai ngre orën e fundit fizikës, ku ishin nxjerrë gjitha profesorët. Për me ulnotër. Edhe më dha 10 ushtrime mua, dhe Ermira Bardhit, që ishte në klasë me mua, vajza Jovan Bardhit, 10 ushtrime asaj. Unë zgjidha... Jovan Bardhit, kryetari i komitetit, që ta din njerëzit. Po, ishte sekretari i parë, bile. Po, sekretari i parë, taj. Unë zgjidha 8, dhe pas e u largova, të mendoja 2 tjerat. Ajo zgjidhi 2, dhe si zgjidhi do të tjerat. E tha, pse s'po zgjidh 2-a, ja po mendohemi, thash. Po, ati zgjidh po 8-a, sa e, jo, zgjidh 2-a, tha. Edhe unë nga i nati, thash, ja, ju nuk më leni kohë të mendohem, kështë që sa për të. Mirë, tha, do të vej nantë. Po mirë, nuk ashtë problemi, thash. Dhe, kur e kam takuar pas kësaj, i thash o profesor, po ti doje me heq medalje ardë me mbu nantë? Jo, tha, po qaj ke marrë fakultet? Se zakonisht fakultet bie, unë fakultet 2 vjetë të kam marrë 10 fizikën. E bukur. Edhe i thash, po në fakultet e kam marrë 10, i thash, po baba im që kishte mushkën atje, i thash, nuk gjeti me mika atje. Okej, do më thënë, tani, me që e përmenen disa herë, medaljen e ardë, të kam thënë me matematikë. Ne, matura 72, jemi 4 veta e medaljetarët. Se 4 kur? Det Shkurti, Dot Pjetri, Dot Vladi dhe Ermira Bardhi. Edhe Dota... Edhe Dot Vladi, edhe Ermira Bardhi. Edhe Ermira... Edhe Ermira Bardhi. Tani i kanë dhënë për ndikim sekretarit parë. Nëse, nuk ka komente, këtu nuk ka asnjë koment. Ne jemi 4. Dhe 2 të tjerë, Adela Quka dhe Laura Sata, vitet të tjera, vajnë 6 veta e medaljetarë. Adela, vajza e Franit, franquz, e profesorit. Dhe vajza Tonin Sadës që ka marrë me mëri. Për me fecdrem, shtem dhe më folë drejt, të dyja kanë qenë tjerë zakonisht. Okej. Tani që njerëzit ta shohin... Me kam thënë, nuk e di, si kam arritur. Njerëzit ta shohin medaljen e ardë, a mund na paraqesi shpak? Po, kjo është, ja. Ta afrojmë pak jashtë. Ja, kjo është. Ja, kjo është medalja e ardë. Po. Bravo, Gledis. Kështu quhej. Medalja e ardë.
Shiko Dod. Është e vetmja medalje në jetën time. Prit se këtë desha me të pyetur. Desha me të pyet se ka ndodhur ndonjëherë që kam qenë në një promovim libri edhe kam pa për shembull dikan që kishte 24 medalje, 24 plot shumë, i peshonte. Është e vetmja në jetën time që kam marrë. Jetën tonë s'ke kështu. Nuk kam asnjë medalje. Kjo ka rëndësi Dod mendoj unë. Po nëse këto nuk janë honorifike thjesht shumë, po janë. Kjo medalje jepi atëherë nga Ministri i Arsimit. Po Madeliana ka firmosur. Po e ka firmën, a? Ka firmën, po. Unë nuk e kam tash për fat keq, nuk e kam letrën, po firma është e Madelianës. Dhe medalja artë jepi për nxënësit e shkëlqyer. Dhe të ka peshuar në mënyrë vazhdimisht në jetën tënde. Në jetën time, kur kam shkuar në fakultet, unë studiova shumë. Kur them studiova shumë, për 2 arsye kryesore, 3 arsye. E para, mendoja si do kthehem atje, ata e dinë që unë kam qenë i mirë mësime. Si do them fshat? Po. Çfarë do them atje unë? Çfarë do them? Kam marrë medaljetar në gjimnaz, atë do thotë se kisha rrejt. Nuk isha. Dhe e treta isha i martuar, në vit 2 jam martuar. Jo, në vit 2 shkos? Po! I mall. Unë jam martuar dhe që do shkosh si budall ke shtëpia. Shumë e bukur. Okej, Dod, tani, atje është bën një muze. Po. Domethënë një muze që unë ja dorëzoj muzeut këtë. Ja dorëzoj. A ma beson që ta marr unë t'ja ushqyer aty? Përmes te, ja dorëzoj muzeut të shkollës. Okej, ja po e marr unë tani këtë Doda. Direkt. Shumë faleminderit. Edhe kjo është e çaknaqësia është. Po, kjo është medalja. Janë si ato, jo për trimëri civile, jo për këto. Jo, kjo është medalja. Jo se ka vrarë, ka prej, ka bo. Medalja artë. Medalja menjes, ja i. Po. Ja këtu, medalja menjes. Ja kjo. Bravo, tani do shputemi pak nga gjimnazi që të hesim, sepse du me pa Doda aplikativ. Do më thënë si ka apliku këto njohuri dhe sa kanë shërby për vete, për familjen, për shoqëri. Në shkollë të lartë, si inxhinier në ndërtimi, unë ndjeve mirë? Edhe këtu ka një ngjarje, ata kur Bujar Ferra, Bujar Xhemal Ferra, që ka qenë inxhinier ndërtimi në ndërtim, djali i Konti Ferrës. Djali i Konti Ferrës, i Xhemal Ferrës, ishte një njeri kishte marrë inxhinier ndërtimit përgjithshme dhe kishte një dorë të jashtëzakonshme dhe edhe në pikturë, në arkitekturë, ishte shumë i mirë. E ai na bënte skenat në gjimnaz. Pikturonte skenat tona. Po. Skenograf. Ishte Bujari, s'kishte skenograf tjetër, vetëm një grek, një Pano Qellokaqi, ai tjetër. Te Pallati i Kulturës. Po, ai ishte bën shtabjetën. Po. Ai e ka projektu. E ka projektu, po. Bujar Ferra. Unë kam bëj intervistë me Bujar. Po, Bujar Ferra e ka projektu. Po. Dhe aty unë e takova Bujarin, po unë isha lunja pjesë e lunja kështu dhe ndër të tjera Bujari më thirrri më tha, "Dgjoj Dot, ti interpreton shumë mirë." Tha shu, birë që hasko. Po e pas e të siguruar me artë, tha. Po a do një këshill nga unë? Po i thash. Artin, tha, mund të merresh në mënyrë amatore dhe ka kënaqësi të merresh. Se të mos marrësh një zanat, që është inxhinieria ndërtimit, ti je matematik shumë mirë, në fizik, po, në shkencat e forta, po, se të mos shkosh. Dhe më mbushi menjen, me 2-3 herë më ka mbush menjen ai. Dhe unë kam kërkuar të parë inxhinierin ndërtimi. Dhe ajo më doli. Bujar Ferrën, megjithëse nuk i kam sill material, po unë do bëjt mundur gjatë bisedës që po bëjmë, do bëjt mundur që ta jap Bujar Ferrën. Sepse Bujari, ne jemi nxënësit ati. Po, nxënësit Bujar Ferrën. Vërtet. Ndash unë, ndash dhe inxhinier Gjon Arapi, që ishte hidroteknik, por inxhinier shumë jarë, dhe jemi nxënësit ati. Viti ke ardhi në Roshen? Me 2 shtatori 1966. 66, po? Përgjegjësi zyrës urbanistikës dhe projektimit në Roshen. Në Roshen, po? Jam paraqit ke Sherif Mehmeti, po? që ishte nën kryetari i komitetit ekzekutiv. Ai më tha, po zyrë, s'kisha. Disa ditë ke Muharrem Shabani që ishte shefi seksionit ekonomik, e disa ditë
Se Ilir Telo që ishte shef i planit. I planit, po. Rish aty. Nuk dorova një ditë bukur. Shkruajta një letër kryesisë komitetit. Po. Tash nuk kam ardhur. Po rri kot. Edhe më thanë po, e ata gjetëm zyrë, ke dëgjoni po. Po mirë, që ndërtesë ishte ajo? Ha? Çfarë ndërtesë ishte ajo? Kotina e komitetit ekzekutiv, që tashi ju e keni rafshuar. Po pra. Ajo godin ishte atëherë kur ke arti? Ishte 2 kaçe. 2 kashe, okej. Po. Shkoj poshtë, s'kisha as tavolin, as rrig, as tërkanç, Po. as 4 kënç. Nese për sa i përket tërkançave dhe vjetëve tjera, kur u ktheva në Tiranë mas 2 diq, i morra me vetet mijat, Të tuja? se kisha ban diplomën, Po. dhe i kisha. Bona një që farë zyre po aty, ishte se ishte dhe zyrë dëzhuni. Mas fundit u vendos që komiteti ekzekutiv të ngrihesh një katë në mënyrë që njerëzit kishin Po, zyra. të kishin zyra, po. Kishin edhe detyra më ha mu me ngret një katë. Do më ti e bore projektin... Njëkosisht, Po. pash themelet, të cilat ishin të ganishme, se atëherë, Po, normal, besh. kur janë ba ato 2 godina, atëherë, aq dihesh dhe aq bash. Unë shkova në fakultet, baj forta ishte se natyrisht na shkruam janë 2 ditë para, 3 ditë sa mu registruem me gjithë dhomën e tjera, dhe gjishim dhe vjeshtuk. Ashtu njerëz që kishin ngel për vjeshta. Ne eshim kështu, gjithë rand dhe se kemi janë në universitet, ma jemi studentë, ndryshon dhe edhe na thanë ata, nuk jeni shtrëngua, nuk jeni akoma s'jeni mi fjalë nuk jeni kolauduar, tha, po, do të kolaudoheni, mos u mërzitni, nuk do të hesin kështu, ata. Dhe vërtet nuk ishte prallë, ne kishe një sallë studimit madhe, dhe ku shkon të atje për çudi i thoshin peshkop. Jo peshkop për efektin fetar, po peshkop që zë peshk. Po, e qartë. Jam të peshku, sot, dhe më hëndë imin të studiu. Me lezu pa fund. Ti besoj që ki ke dalë student i mirë. 8.5. Mesatarja e fakultetit, me gjithë fiskulturën dhe rusishtën që nuk kisha... Nuk ishe mirë. Po jo nuk kisha në rusisht sepse s'kisha bas, të vjeqare. E qartë. Isha autodidakt. Po, e qartë. Dhe fiskulturën e isha me raport, nuk kënja. Okej, atëhere, ti në moment që mbarove shkollën dhe inxhinier, ku paraqite për herë të parë? Si inxhinier? Është interesant, në Ministritë të Transporteve dhe Gjeologjimi i Jerave, ishte një burr që ishte drejtori i gjeologjisë, Ramazan Vladi. Po, Ramazan Vladi, që Ramazan është në Bulqinz. Po. Dhe ai kishte miqësi me mikun tim, që kisha në Mërkurth, kishte miqësi familjare me te. Dhe i njifte krejta, i gjithë të kalamajet tona, unë kisha gruan me vete në Tiranë që bëri 2 vjeqaren për pasliqere. Edhe shkon kjo e pyet, a mund ta di, thot, ku është saktu burim? Natyrisht që ishte drejtor, morin telefon dhe tha po, është saktu në Rushen, nërmojnë ndërtimit. Atëre shkon të direkt, pa marru mirë shkollën, ti ishe i caktuar në nërmarjen përkatëse, në rrethin përkatës. Dhe unë u caktova në nërmarjen ndërtimit Mirditës, inxhinier zbatimi. Inxhinier zbatimi. Po, dhe me datën 3 janar, më kanë dhënë detyrën me shku në Spaq. Në Spaq ku? Në kampin e Spaqit. Mrena ke kampi? Mrena ke kampi. Ke ndërtesat e Kisha objektet e kampit, po, i kam disa, kam ba 2 bungra të ES, galerisë E, bungrat galerisë në 19,
Bunkrat janë, i minut bunkrat janë ato ku hidhej materiali. Bunkera, po. Hidhej materiali. Po. Zyrat e reparit prodhimit, salla kompresorëve, magazina. Zyrat mbrana burgut. Mbrana burgut, gjitha. Okej. Një mur i madh, 42 metra që i quhi muri i madh kinez. Gjatë kohës do vazhdojmë duke Gledis do vazhdosh duke na shoqëruar me pamjet që ke filmuar vetë atje në Spaç. Okej. Mundet. Po jo kemi filmuar. Nuk kemi edhe pamjet vjetra, por ne pamjet tani. Po, se ka, unë gjatë bisedës që kam bërë me Bujar Ferra, e me ka thënë që ato godinat e fjetoret që janë ato, Bujari i ka... Mund t'i ketë projektuar Bujari, bajna unë i kam gjithë të bëra. Edhe urat në thotë Bujari, edhe urat, që është një urë, biles e urës, i jepshëm shumë rëndësi një urë aty, sepse kalonit burgosit për Po, unë vetë kam marru inxhinier për ndërtimet civile industriale, ura. Edhe jam konstruktor dhe urash. Kam bërë një jetën time disa ura. Mirë, një vit në jetën Spaç, Një vit. Atje kam bërë një qerek universiteti. Tani, shiko, mu më duket se sot kemi një alkimit për bashkë. E di pse themon. Sepse edhe unë punova stazhier nga shkolla Mepsën të lartë, punova një vit atje. Se më qunë fizik, doja me shku, doja letërsi. Normal, ke shku atje. Dhe kam punu atje në tokë, fëmijë, më ka marrë do të tusha, më ka fut bilet aty. Dhe kam thënë kaq, a humba, në fakt, pra një vit u vonova, megjithatë kam thënë kaq, unë bëra Universitetin e Jetës. Aty kam bërë një qerek universiteti. Si do thoshti? Aty unë kisha Ismail Farkën. Është shumë interesante. Këto që janë të dënuar. Të dënuar ata. Intelektual të klasit lartë. Të klasit lartë. Ismail Farka, gjyshja e Ismail Farkës kishte strehu tër biron politike, i e Farka. Dhe këta e këshin jashtë shpërblyen të birit e që unë për ashtacion e përmëllat. Ose kështu ndodhë qysh me terenë zë që me tjerë. Gjithmonë, me njerës që kanë qenë bazat. Më thot, komisari i kampit ishte një Shahin Skura, po i cili e bia ati kështë një klasë me mu, dhe ajë me trajton të mirë, me thonë drejta dhe më tha mu dëgjo, do shkësht të më shohish ta një bazament kompresoriu. Mu nuk i kësha në plan ata. I thash, po sështë imi, e s'prish munda. Ti shko e thuj, tha e kalzoj ati të dënorit se që do bajnë. Apo do ti me shku me policin, rotull, e vajt atje. Kur e shof, Ismail Farkën të e ba. Dhe e buka ishte kjo. Kompresori ishte 60 metër kubsh. Ishte bazamenti, ishte një 7 metra me 7 metra, edhe një 3 metra thellë. A ishte 60 metër kubajrë qonte minjerë, ishte polak dhe i projektuar nga profesori i profesorit. Nga Jablonski, që kështë qenë profesor bashkëpunim sovjetik, kështë hik pasaj, se kështë ndak me Kutburg. Shumë dënuar kështë maru jashtë. Po, a i kështë maru bashkëpunim sovjetik, ka maru në Rostov. Një sistem do, në mendimin tim, ha vetën e vetë. Po, normal, dhe përgjithsisht kështu ndodhë. Edhe, unë shkova dhe unë dalja. A i më pa e profesori. I thash ti kapten që të them tjere. Të e në pas pedagogun, i thash. Më kështë dhonë mekanik teorike. Dhe më kështë vënd tërë. Tha, jo, tha, aj, kapteri thuj, aj, profesori, i mahi pak. Goja dhe, foli gjerë, foli, tha, aj. I fjallë që mësë ashtu. Edhe unë e pash, ishte duke lanë vrimat në beton, aj. Vrimat e pulonë. Dhe unë sa për me la, gojnë i thash, dëgjoj, i thash, profesor, së një thosh adryshe, profesor, thash, do të më vrimat i masisht gjitha nga aksi kryesor. Jo nga njëra tjetra. A i më pyti. Po pse tha? E diti, profesor, i thash, se rritet gabimi. Mund të bësh një gabim dhe e mote edhe këte gabime tjetra rritet gabim pas gabimi, kurse nga aksi më bënd vetëm një. Se aksi zluën. Tha, mu këthyë, qatë kam dhënë mekanik teorike të jonë? Po, i thash, më gëdhanë. Qatë kam bu? 8. Ta pas e shamër një notë, tha. Sa e burë. Sinqerisht, profesori. Dhe atje e linin, më ka dhonë 3 leksione dinamik, që ne atëherë nuk bënim dinamik, vetëm statik, kinematik. Më ka dhonë 3 leksione dinamik. Po tjerë, se ke njështë të tjerë? Kam patur dhe këte... Max Velon? Max Velon, e kam patur
inxhinier, pastaj kishte do objekte tjera në A1 dhe shkëlqim Bumqi, Edhe shkëlqim Bumqi. po dhe shkëlqim Bumqin e kam arritur dhe kam patur dhe shkëlqim Bumqin sa kohë si inxhinier. A imagjino më do. Ata kanë qenë maja e mendjes. Po pra po, Mund të them vetëm një gjë. Po. Mu prish betoniera mu. E qa betoniera shkishim ne? Ne ishe i betonier 250 litrëshe, që prishe i çdo moment, ishte kot më 3 fazore. Edhe u prish. Kishte një guzhinet ose që i thyej vazhdimisht. E mora guzhinetën e qova, i vonë guzhinetën prap, mas 2 ditë prish prap. Shkova prap, s'kishte ndërmarrja ma, i gjeta në mi dha një magazinier Lesh Paluga që i kështë prej fshati, prej tene, Lesh ishte burë zotin, hesë ta Japon, tha, e mora guzhinetën, ja vona e thyu prap. Edhe isha mërzit ka shumë sa s'ka ide. Në mëngjes më patë mërzitur ky komisari, më thotë, qa ke inxhinier si e mërzit? Shu i thash kom hallin e betonierës. A, po, pritha se vijon. Edhe erdi atje dhe gjeti një Sarandi Lulo. Sarandi Lulo ishte i vllai Anastas Lulos. Po, në Bull. Sarandi ishte mekanik as. Edhe e thiri, Sarandi hajdi këtu, i tha, urdhra. Qa ka kjo betoniera? Tha thyn, ato tha, nuk ka probleme nakso. Unë tha, qa i mungon? A i mungon një guzhinet, se tjetra dhe ja bëjmë, tha. Guzhinetën ta gjenë inxhinieri, tha, dhe do të shkysh me inxhinierin në oficinë e ta bani. Shkova mora guzhinetën e reun e shkum në oficinë me gjithë Sarandin. Atje ishte një tornitor inxhinier, nuk ja mbaj me në emnin. E pa, tha në gjë, nuk tornohet kjo, tha, do ta mbushim para. Dhe a instalatori e mbushi me tel, që sot ka gjithkun, po aty ishte një, nuk ishte elektrod zakonshme, po tel. E ne qoj, e mbushi, e vunin filla, i vuni ata, dhe mund të them që unë jem largue, dhe betoniera ka vazhdu të punoj. Ja, shesi kanë qenë. Absolutisht. Specialist. Absolutisht. Shiko, general, më ishte general. Vinqin pioner, quhi. A i mbate 500 kile. Një vinç kot. Një kontrapeshti dhe një guzhinet regjispin të kështu. Vuna një inxhinier të grupit Polakun. Me maj, ti thash do mbajsh vinqin. Nuk lete një thes qimende më tepër me muaj. Jo, thote, ka që ka, 500 e ka. Rap, nuk u prisha i vinqin. Këm pas punëtor të lata gollin. Të lata e mbaj me të ngejt karatukët. A i zëvendësoj 7 veta. I mlodh ata shtatu, tha mbo të vjeri keq. Nuk e zinin furnelit dhe... Po, jo, aty u zëvendësoj unë, po ma që i thiri ata, aty u zëvendësoj unë, tha, po, tha, ata, po mirë shprish mund. Edhe ky, 2 veta, një hap të ata, trimozhën dhe e saj, 2 veta shtyshin materialin poshtë, 2 veta bishin 5 veta, 2 veta bishin vagon me shkarku. Ky ç'bante. Vini ata me vagon, e kap dhe vagon, tam shtëshutën i aushtynde. Viu! 50 metra vagon aty që du qitë tëm. Vite ky me qizme, e ulte, gra me hapte, mushë i plot, të hapte. Ja 5 veta i... Ose narkote qimendo të unë. 2 thas. I kapte 2 thas. Njën e matë ndorë, tjetë e vajepta aty në 2 vetëve. Kujdes të dëse po u bje. Ja imaginoj. E mbaj me në të la. Okej, shiko do tani, që mos syna më shumë se për spashin, që keme bëj i bised të qanë të i herë shku gjanë e gjatë. Okej, gjithë kë ka qenë një lloj indikacioni fort që në moment kur ti ke shku në Rëshen, se pasaj vjen Rëshen, ke nërmarja vjen të nërmarja, po ku fillan? Atje, unë isha inxhinier që në Arapi ishte në Reps. Ishte një dambë malore që ishte projektu Faridun Hoxha për herë të parë. Ja. Po. Aja damba që ka qenë poshtë? Po, jo, damba në prut letaj. Po, aja damba tjetës. Ate ka projektu Faridun Hoxha. Hera e parë, që se zakonisht veshin nara, prishin, vene, ajo, ka bo shumë përshtypja, jo. Po, aje ka... Edhe ndotje nuk jepte. Jo, absolutisht. Sa kjo pjesa që është... Si ndotje, jo, ishte kullonda, jo, si ishte me të po. Edhe e ka bërë Faridun Hoxha. Ati ka qenë Gjoni? Atje Gjoni, bile mund të them bashkë autor. Lidhja jote me Gjonin, tu fillon paka shumë? Tu fillon. Tu fillon.
Ndërkohë që Gjoni pafati që vdish pak shpejt, edhe ne prapë e kemi fotografi, kam sjellë fotografi dot, ku kishim bashkë me Gjorin, do flasim pak edhe këtë marrja e ndërtimit. Ke qenë me Gjorin, besoj. Po. Ka një gjë shumë interesante. Gjoni mat një kanal 100 metra. Ishte kanal i bën me krah i dambës. Edhe ai e mat ky vetëm, e mati 120 metra ishte. 100 metra ishte. Në projekt 100 metra në fakt. E mat shkon Gjoni me brigadierin. Brigadieri kishte thy metrin 20 cm, e kishte 80. Edhe i thoshte Gjoni, ja mate me metrin tim, ai se shifta atë punë, kur e mate 120-80, bashin 100 metra. I dinte 120 metra. Ue, si është e monën dhe 20 metra me lujt 2 cm, a3, hajde, për jo me 20. Jo i thot ta mosim nese, më thot mu, thot ore, thot kam lujt nga fishiri, e kam matë thot, unë isha në spaq, po flinim bashk. Tha, si, thash, 100 metra, s'ka mundësi, i thash. E në u shku në bashk heret e matëm 100 metra. E ne ardhaj, hajde thot ta mosim, thash, unë kam marrë për shef me pas. Thot, nani metrën tim aj, prap. E ne mora unë atë metrën, fati që e pash. I thash, po ti e ke thymër me metrën, që me bang ta? A i filloj e shef që i bëni brapa, me këte e ka ma Gjoni. Okej, vim moment kur ti vjen në Rëshen. Po. Në Rëshen vjen tek ndërmarrja e ndërtimit, a? Po. Inxhinier zbatus edhe këtu. Jo, vi kryetari Deks Teknike, direkt. Kryetari Deks Teknike? Direkt. Dhe keni shumë vite. Sepse kryetari Deks Teknike ishte Bujar Ferra. U transferu Bujar Ferra. Ikun Tiranë, po. Ikun Tiranë dhe shkova unë kryetari Deks Teknike. Pra ti ke zëvendësu Bujar Ferra. Kurse inxhinier Gjenarapi, inxhinier në Dekën Teknike. Dhe Gjoni aty, inxhinier. Po, normal. Tani shiko, Don, është 79 kur fillon zgjerimi i qytetit. Po. Janë plus vepra tjera që banë në për qyteza, si që është Kurdneshi, Repsi, me radhë. Do ta i përmbledhish pak shkurt çfarë punë që janë bën, por unë du që të sjell një marrë me Rëshenin pothuajse atyre viteve. Le ta sillim tani. Të them të drejtën. Po, ta sillim pak edhe pastaj flasim pastaj. Rësheni, pe aty që është fillimi me ai autobusi që shkote në Kurdneshe, ku diun për Laqe në atë kohë,
kompleksi arkitekturor që është projektuar nga Bujar Ferra, ai qendra sot aty, pastaj historia ti e di më mirë sa unë, dhe gjithë ndërtimet e tjera që vinë dhe pastaj ke ndërtimet e fundit që ishim tek Hekurudha, Milot Rëshen dhe hoteli i madh. Pra, ti në këtë moment që erdhe, kryetari i degës teknike të ndërmarrjes së ndërtimit. Çfarë merrte përsipër ndërmarrja e ndërtimit? Ishte një indikator ndërmarrja e ndërtimit Mirditës ishte një nga ndërmarrjet e rretheve, ndërmarrjet e vogla të rretheve, sepse kishte dy lloj ndërmarrjesh Ministria e Ndërtimit. Ndërmarrjet e mëdha ose industriale, kishte një në Laçi industriale, që kishte kantierën gjithë, edhe në Mirdit kishte kantierë, që një kantierë i asaj ishte gati sa ne, ndërmarrja e ndërtimit. Kurse në SHI, si kanë thënë. Në SHN, ndërmarrja shtetërore ndërtime, pastaj u bën ndërmarrja e ndërtimeve Mirdit, në Mirdit, sepse gjitha ishin shtetërore. Kishte edhe një ndërmarrje vetëm për problemet e speciale të udhëheqjes. Ka patur në Tiranë një ndërmarrje posaçeve, që bëhen ndërtime kështu ushtarake? Jo, ndërtimet posaçme që ishin për udhëheqjen. Për udhëheqjen. Po, suvatime, gjëra, zburime, kudion, ishte edhe ndërmarrje që ishin vetëm për tunelet. Unë ndërmarrjet të tipit ndërtimit tonë kishin parasysh dy gjana. E para merreshin me objekte kufi. Ishin dy lloj objektesh, kufi dhe jo kufi. Objektet kufi janë objektet e mëdha, siç ishte miniera e Gurës Paqit, miniera e Përlatit. Sepse ju bëni të gjithë. Po, bënim të gjithë nën objektet e minierave dhe minierat merreshin ne. Po, edhe ndërmarrjeve të tjera. Po, ndërmarrjeve të tjera, patjetër. Dhe banesat. Banesat, ndërtesat civile, industrialet jo. Ne kemi bërë vetëm një industriale, uzinën e Rubikut. Si e keni bërë, uzinën e Rubikut? Ka një pjesë të uzinës Rubikut. Reparti i laminatorëve është një repart ose reparti bimetalit. Bimetalit, që kanë qenë ke... Po, aty ka dy laminator, ose llamarin kthyes, që Mino Batista janë ata, janë italian, dy makineri, të cilat shtypnin dy llamarina bashk, të ndryshme. Njëra bakri dhe tjetra zingu. Dhe e bënin bimetal. Ky bimetal shkonte direkt në Poliçan. Në Poliçan dhe bëhej gjoja fishek. Gjoja fishek, gjoja zhyles e tjerë. Se pra nështë ideja sot me bë fabrikë municion. Absolutisht, ato janë shumë gatshme eliminator, nuk e di mund a i kanë heka jo, ato janë gatshme, mund vend pun direkt, s'ka problem. Edhe aty kemi bë dhe objekt industrial ne, se ishte i vogël, nuk ishte një... Po mirë, këto kush i projekton të do? Se ti ke qenë kryetari i degës teknike. Projektet... I bënte urbanistika? Projektet e objekteve të mëdha i bënte qendra. Qendra, Tiranë? Absolutisht në Tiranë. Institut e projektimit 1, 2, 3, 4. Edhe urbanistika bënte më të vogël? Urbanistika bënte ripari ato përshtatjen e tyre dhe në një projekt tjetër. Po ndërkohë... Hotelin, për shembull, që u bë një hotel 7 kaç, dhe ne morëm një brigadë nga Korça për ta bërë. Nuk u besu dot divranëve, morëm një repart nga Korça, një brigadë nga Korça për ta bërë. Imagjinoje betoni atëhershëm ishte një problem i madh. Nuk kishim vinça me së me qu betonin, qohi me krah. Ja. Me krah. Përmbysje, brim, drejt atje. Imagjinoj si është sot. Edhe, po, ishe sot është me beton pomë, shkon vend, direkt. Dhe, shumë rasti rrallë kishim vibratorë për betonin, rasti rrallë, ishin shumë pak ndërmarrje vibratorë, dhe betonit ishin një beter i vërtet. Ne kishim një poligon, të cilin ne e riprojektuam, dhe autori i projektit është i Gjergj Rarabi. Poligoni i parafabrikatet të ndërmarrjes ndërtimit. Po, e kam hartën. Po, është edhe harta. E kam dhe në hartë. Po. E të kam aty ty bashkë me Zgjorin. Jeni aty të dugeni duke... Po, është edhe, unë kam qenë kryetari i degës teknike, kam firmosur atje. Po. Dhe e kanë në Ministritë të Ndërtimit, e kanë mbrojtur i Gjergj Rarabi dhe i Gjergj Dershkurti.
sepse dhe shkurti kaloi Po pastaj erdhi ke në kryetar deks mekanike kryetari deks mekanike. Pra, iku marrë mbi sprejnë një arsim dhe dy me medaljetarët atje u bën po ndërmarrje bashkë përsi. Edhe pastaj keni filluar të gjëra Normal, ne kemi pas gjithmonë bashkë të njëri me tjetrin. Unë edhe në ndërtim kisha kështu, edhe kur kam marrë në urbanistik, në Lezhë që kam marrë në nërmarrën e Aloizën e legalizimit, unë bësha shakarat tila. Për shembull, ishte një gocë që harron të dritaret e dyrt kur vizatonte. Edhe e firte, ne e pyesun, ore, i thash, baba ju ta ka në i shkallë? Jo, tha s'ka. Po, matrapik, s'ka. S'pas se me hymrejnë, i thash, unë të shise dhe me du qave. Ajo qërë, se më një jam i bënde. S'kisha nevoj ti thoshe, pse e këse në A dhe ishin djemë të fmi, djemë vajza të reja, që ata të hashin gjallë, e bënin për 3 minuta. Shiko, në normalin nërtimit, që keni punu dhe me palatet. Kemi punu me palatet. Du të cilë sa gjona edhe emra njerëzit, që kanë kërkuar për zgjerin e qytetit Rrëshenit. Po, për shembull, palatet e... Unë i majmen palatet që janë poshtë këtej, dhe parafabrikatet, kur kam qenë drejtor, unë imi fut parafabrikatet. Që ka qenë Petraçi? Petraçi, kryetar komiteti, dhe ne i trajtuam shumë më mirë se në Tiranë. Erdhi ministri i ekonomisë komunale, Kudret Arapi, dhe më thiri për të që bojmë pi kafe me te. Edhe tha, unë i pash parafabrikatet, sa Petraçit, dhe ato janë trajtuar shumë mirë, dhe janë trajtuar më mirë se në Tiranë. Kam buri i gjokë, kush i ka bo këto projektet e lulishteve aty thyrive një që i keni bo ju këto? Urbanistika, po. Po janë bo bukur? Bukur, shumë bukur, dhe kemi bo veshjet, kemi bo shumë gjona, po. Edhe, ai i tha, po, mos i thu, i tha se i rritën veshët ti, tha Petraçi, për mo. Në më i tha, të fol një fjalë që është e vërtet. Edhe, ne dorëzonim banesa, dorëzonim komunale. Atëhere ekziston të i famë që me kontrol punëtor, dhe këshin gjithë një 2 veta, mua, dhe bujarësinën që ne nuk ishim klub kur. Unë edhe ndasëm pinja një teke rakis, unë pisha ma. Dhe se ku na gjithë nuk e t'ja mor paket haj bujare, na do lemni. Dhe po këshin gjithë komunales dhe bujarë dhe Bardok Haçi, drejtori komunales, ishte shumë shaka gjitha, dhe gjithë tha, di pse hynë 8.000 në klub? I tha, kryetari komiteti tha, po, kërkojnë 8 ndërtimit më udrëzu objektet, sa atje i gjenë. Shumë e bukur. Kurse në ndërtim, unë i maj mend teknik Orhan Sinani, për shumë që ka punu në qendër, a ishte një teknik ndërtimi, a ishte me profesion topograf, profesionin bazë, por ishte një teknik ndërtimi me shumë eksperiencë. Ishte gati inxhinier. Ali Banushi, që ishte në Përlat, gjithë minjerën e Përlatit, ai punonte si manual koka ati. I jati ati kështë qënë Tajar Manushi, i këshin sekwestru 2.000 libra. Ka njëri i jashtëzakonshëm ishte. A i kështë lexu e bënde, ishte njëri i jashtëzakonshëm. Bile, ka një gjë shumë interesante, ka vdek vjetë në Berat. Djali imi ishte në Berat, shef krimesh, i dyti, dhe unë i them, ore, mund i thash, kam një Ali Manushi, një shok të vjetër, ma gjemër, por a i ka 3 vajza, mund të kenë, mund të ngatrojna, mund të marrin për kamë. Edhe ky shkon e gjenjë, si se gjeti do të gjenjë një 2 agent, i thot me më gjithë Ali Manushin. Ata e dishin sonë i kriminel, e shkune e kap në Ali, unë dangën e i thanë edhe se të kërkosh e vi krime. Ali ju të u drill. Edhe fati Ali, Aliu ishte shumë i menshëm në rrugë, tu hyke dek, ishte thënë, si e ka emin ky, kështon e të bond Pietri. O, Pietri, po nga është ky? Në Rrësheni. Ju kujtova unë. E ne hyni mrena, ky po shifte djalin, i thot ai, tha, djali, tha, i hoqa ata, tha, i thash ikni. Edhe, tha, po risha vetëm unë me këta. Am tha, para se të vazhdosh ti, unë du me të bëj një pyetje. Ha, i kujti e morbir, jam i do Pietrit, po tha, pa i ka thanë. A i më ka thonë, edhe i thonë të të Roma shkova kërë shpija pasaj, e më të dion. Shikoti, ti nërtimin pasaj e ke pas pasion, dhe më. Po. Po, kuj se sa lidërsia, sa kështu. Po, absolutisht po, edhe pasion. Se ndërtimi, po se pate pasion, lodhe kotë me punu. Ne kemi patur brigadjera, ndërtimi, Haxhi Ibrahimin,
Shemsi Osmanin, Ali Osmani që ishte drejtor ka qenë dikur brigadier ndërtimi. Ta Osmanët, Ismailët, Ramzi Ismaili, janë Qerim Rama, janë emra që... A ke libër ndërshkrim për do ta kesh në një për ndërtimin dot? Po, unë kam shkrujt diçka, po jam duke shkrujt një libër, Inxhinier Dot Pietraj përballë Dot Pietraj. A, e do shkruaj tani? Po. Që ke duke ardhur gjithë këto kujtime do të jenë bukura. Po kam një gjë do, për shembull ti në moment që fillove inxhinierinë e ndërtimit, edhe si shkollë, po sidomos edhe në aplikim. A ke pas një frymëzim nga ndërtimet tipike, tipologjike të mjedisit, ndërtimet e kullave, të kishave, patjetër. Po sidomos kullave. Patjetër. Ja të marrim një shembull. Në ndërtimet që janë hidrofobe, që me thonë qekë, që ndërtimi përgjithsisht e ka frikë ujnë. Është hidrofob. Ndërtime që kanë, për shembull, ta kenë trullin të ujshëm. Po jo, nuk duhet të ketë ujë. Nuk duhet të ketë. Po. Edhe ka një legjend, për shembull, është në Blenisht është kulla e mjeshtrit. Një nga këta, mjeshtrit janë ta që ne bëm një kështu për atë mjeshtrin, është dhe ky Gjergj Shpreni që është nga ata të mjeshtrit. Një kull, ajo mund të jetë 200 vjeçare sot, dhe rregulli mirëditor ishte që nuk ndrohej trulli. Hapej trulli në fillim, dali si dali, trulli nuk ndrohej. Trulli dhe vorri nuk ndrohen. Kjo është. Edhe aty doli një gur ujë në themel. Nuk pushon ajo, ishte gur. Edhe ustallarët e hapën themelin, megjithatë e hapën, ishte ujë plot. Ata ustallarët e hershëm. Edhe shkuan dhe nxorën trupa qarri. Qarri. Që nuk kalbet nga ujë. Jo, kalbet ata nga ujë, po kur futet në ujë gjithi nuk kalbet. As i lloj druri. Si shpjegohet që anijet romake që janë në det? Po pikërisht. Edhe ata i trunë, e ne i vonë nga dy i kam shkruajtur diçka për këto, kuptohet, te rrugët e vjetra të Mirdis, dhe sidomos kam një libër që thotë, kam një që do të plotëson këtë librin, vendosja urbane dhe konstruktive e banesave në Mirdit. Ja, shumë i bukur. Po. Shiko dot. Dhe aja kanë futur ujna, ata i kanë futur trupa qarri, mbi trupa që janë mullu ma ujë kanë vënë gurët. Dhe sot e kësaj dite ata nuk lëvizin. Është inxhinieri perfekte. Absolutisht po. Për të studiuar kjo. Absolutisht po. Të mund të sjellësh dot. Absolutisht po. Tani shiko. Ose shif urat ti, urat e dronit. Po. Në Vatmall, në Strungaj, kanë qenë ura, po në Vatmall ka pas kamën në ujë. Në ujë, po, janë urat po ishte droni. Droni, po. Dhe droni aty ku dilte nga uji, aty prishi. Po. Interesant. Shiko tani. Se ti ke linë male edhe ka dhe i gjëtë që ta japim fotografi tani, ne kemi varrin e Olego Mitras. Po. Sepse këto janë ato kollavarët e famshëm, dikushin që kanë qenë Dibran. Dhe di që kemi bërë një intervistë të bukur bashkë. Po, bashkë. Edhe ma ke shpjeguar një. Ajo është një kryqe monumentale. Është vërtet monumentale. Ai është Dibran nga Lukova. Po. Një Goloborda ka edhe musliman shumicën, po ka dhe ortodoks, ishte Goloborda ortodoks. Edhe vetë emri është i shkruajtur Olego Mitre. Në fakt ajo oja duket si Glego, por në fakt nuk ka G të madhe me bisht. Kështu që do të jetë është Olego Mitre, dhe SM thot S 1923. Smert, vdiq në 1923. Dhe pasaj është varros. Dhe thot pasaj i dashurit tonë Ristos. Është varros afër Varrezit. Ajo është varros jashtë Vorreve, sepse zakonisht çdo dioqez kisha e Malaj kishte edhe prosekun janë vorret e prosekut akoma aty, nuk i prek njeri, janë bosh. Janë hap vorret re, janë prosek, po ato janë aty. Dhe se ka qenë kisha e thkellës ajo, dhe çdo dioqez kishte rregull me varros njerëz të dioqezës vetë. Ata që ishin dioqezës vetë, i varrosë jashtë Vorreve. Ose, kush kishte marrë një grua të dytë, varrosë jashtë Vorreve, sepse feja katolike nuk lejon ndarjen, nuk lejon divorcin.
Okej, që më të futemi shumë në këto se me ty metëm këtu, Po, unë 5 orë du të bëhem mision më marrë me këta. Po. Por ta vazhdojmë me te, do më thënë, unë are që tani them. Ai nuk ishte vërtet ortodoks, pa varos jashtë borëve. Dhe Marë sot anën profesionale. janë përpjekur për ta lëvizur një herë dhe nuk Marë anën profesionale, do më thënë që ti e ke sillte, do më dhe sepse ata sollën në mënyrën e re, në mënyrë të ndërtimit. të ndërtimit. I kanë riparuar kishat. Edhe për Kam zjarret. gjetur një gur, kam gjetur në kishën e Shledrit në Bozhish ose në Bardhaj. Po. Kam gjetur, ata doshin me i prish për stalla, me i marrë gur për stalla, edhe vajta unë atje për stallat, se ku do vendosen, e i thash, mos e prekni këto gurët njerë. Keni gurë bollë tjetër, unë këshin bollë, gurë më afër. E doshin me marrë gurët kishë, se zban, dhe gjej një gurë që thoshte, u riparue në vitin 1918, Olego Mitre. Interesant, te nuk e dije. Po, a i gur, i thash aty në hiqen i këtë gurin, e hoqen, dhe e kam fut një dlenj, po dlenjat ishen kryt voreve, kur kam shkua që vdish mbill bushi, kërkova dlenj, ishin që vorë shumë ma të epër dhe dlenj është e prish. Su në gjeta gurin, merë shumë keq. Të njëjtën gjë kam bon kishën e famshme të Shtjefnit, në Blinisht. Ajo ka patur 2 gurë, në morë. Një mrenat që nuk arrita do të prej ferro se prej, po kjo jashtë apo, edhe guri ishte shkruar, i shkruar tip shkrimi kuneiform, do më thënë me kanal, që thoshte, unë, Andrea, Egos Andrea, i biri se kush ishte thuj guri, restaurova këtë tempull nga vitin 1936, 1836, dhe në vitin 1845. Mendim në Zotit, Dominus vobiscum. E thirra kryetarin e këshillit dhe i thash, hiqeni këte, e qonin në muze, se kjo është gurë muze. E kanë qenë pas në muze. Kur erdi 97, adreqi vërse mërë, e shtyrë muzeun e kanë fut për mund more are. Ne kemi vra gjithmonë vetër. Për fatin e kesh. Shiko, do të kalim shumë shpejt, sepse gati po afroda nga fundit, kalim pak shpejt. Pasaj këtu në Lezhë, unë kam marrë në 2004 në Lezhë. Në Lezhë kam marrë dhe drejtori policisë ndërtimit. Drejtori policisë ndërtimit. Po. E shem në atë kohë si tani apo në më të kujdesshëm? Kam shem në autostradë sështë, po një rrugë e zakonshme, Lezhë, Shkodër, me urdhër që gjitha moret që ishin afru rrugës. Rrugës, po. Mure rrethuse, dhe dushin shemur. I kam qu letrat, një muj para, kam sedu dhe vetë me to, dhe nuk kam pas as një problem. Ashtë problemi vetëm që kam pas, ka qeni një gruaje. Nuk e maj men vendin, po dikush aty nga Goca e ta nga Baldreni, një grua me zeza, unë kisha 2 inspektor të policisë kriminale, 2 inspektor rendi me veti, 2 policë të mi, ata që i drejtonte, padromën dhe drejtorin i mirëmbajtjes. Me vete, gjithë. Nuk ishe me rrallë, tak. Ata që i shemshin vetë, e lesha ishim të vetë. Shkojmë aty, sa filloj, dula jo gru, ishe gru veshme të zeza. Ju thot aty në kush është ai i pari juj, i pa fati Sander Noha, ishte policë atëhere ke unë, i thot, unë të regoj, thot, pa i kështë frikë se mos më ka një patlaka njësën, ke gjanë me veti, i thot, jo mërë thot, unë du me pëse du me da. Dhe lej, thash, unë e erë, jo, a të gjotë, e di pse e kam vu këtë morin? Ha, thash, pa këtë morin e kam vu, thash, sepse kjo familja këtu poshtë, ishte vu na i një morë tjetër. Më ka vra djalin në derë shpisë. Po. E unë njela. Thash, ati të rendi dhe vërtet? Po, thash, dhe vërtet. Më ka vra djalin në derë shpisë, tha në unë e vuna një morë, që të paktën të vrasim derë jashta, mo të ma vrasim në derë shpisë temë. Se më ka thënë do të vrasin e tjetrin. Thash, mos ja prishni, as ti. Dhe do njëftoj drejtorin përgjithshëm. Se nuk lejohi me prishun. Pra dhe ligji ka humanitetin mrena. Po. E njoftova i thash, kështu. Se unë po t'ja prish shakti, du t'ja prish shanati, po shtit e kytë ashtë i ta. Do të të kuptoj shumë mirë, do të hysh deri. Edhe ishte një problem shumë serios që duhej jo punë se që dreshin kishin.
Dhe ato ishin njerëz të njëri tjetrit. Kjo është e kulmi. Po që më të shkojmë më shumë me këtë ngjarjen e këtyre. Por do të Lezhë për ty pastaj ka qenë një vend aktiv sepse ti ke qenë aty. Pastaj ke ardhur te Aluizi. Kam një problem se un kam ardhur pastaj nga policia e ndërtimit. Më kanë zëvendësuar me një polic rendi, i cili neti 2 muaj dhe iku, ai e kuptoi se s'kishte bënd aty, ashtu dhe pastaj kanë vënë një mërditor, ka qenë ai oficer ishte. Nëse s'ka rëndësi. Edhe unë pastaj shkova privat dhe prej aty më kanë dërguar në agjencinë e legalizimit dhe urbanizimit të veprave. Dhe e ke mbyll aty. Aluizi, dhe e kam mbyll aty. Në vitin 1918, 31 dhjetor, dhe me 1 janar o bashku me kadastrën. Pastaj unë kam shpëtuar. Qa të thot do të me mbyll me nerë? Me mbyll, se shiko, a ke vënë re sot edhe në politikë, po të veshe, drejtora dhe njëri tjetër. Implikur, a nej, te njëri tjetër. Ka një problem, profesor. Po, me paklap me që se më dole këtu. Ka një problem. Po di unë më duket se jam i gatuar kështu. A kupton? Unë kam vënë një qëllim vetes, që të mos kthej kokën mrapa. Nuk duhet të kthej kokën mrapa që tjetër thot ja ky, i kam vënë lek ti e më ka bë këtë, ose s'ma bani ky është maskara, ku do dion, megjithëse ligji ishte i rregullt. Një kjo. E dyta, që të lej rrugën hapur të fëmijëve. Fëmijëve. Apo tere. Fëmijët kushdo që mund t'i pyesë, i thot jam i dot pjetrit. Nuk ka pse të mbërzitet ai se jam i dot pjetrit. E shumë e bukur. E sot unë kam dëgjuar një fjalë të unë duke qenë i majt, nuk mund dal nga llojshinash, por ka një rregull. Ka një gjë që kur bën mu, tjetri mu bën lopa, nuk bën traktori mu. Dhe ai thotë që s'kemi profesionist. E di që ka patur të drejtë, se profesionistët nuk duken kun. Zoti, merr një rast konkret, pare të trash. Hargjohen miliona euro për rrugën e Elbasanit në Ip. Është shema jo. Shemet tjetra, tuneli Murrizit e tjera. Shemet tjetra prap pare. Pare zoti. Po kush o ky si e ka po studim gjeologjik? Se nuk bëhet studim gjeologjik tamam, po bëhet vetëm në hartë. Unë kam ndërtuar 4 pallate në Lezhë, o zotin. 8 deri 9 kat. Falë Zotit, unë them kështu, falë Zotit. Nuk ka asnjë problem. Jo, ka... Megjithatë, shikoj se ke një gjë. Ka ndodhur dhe një tërmet. Gjë do, ti inxhinier i ri dhe je marrë me ndërtimin e tërmetit 1979. Po. Një eksperiencë e madhe që në atë kohë. Po normal. Tërmeti i shkallës. Dhe do të them një rast shumë interesant. Veten shëngjit të fanit, një kull bëhet kepit. Po, ajo kishte qëndruar. Ishte qarë një vend që ajo ishte një lakore e vogël. E shof, ai plaku ishte një 70 sa vjeç, sa që jam unë sot. Ishte ba me shty me gisht të vogël rëzoj. I them, ke qaniria i vjetër, ose a ke pas legur a bon kjo kulla, por, tha kam qanja 12 vjeç, thaj. Ashtë këtu, aty ku ishte plas, e kanë lështu në kep të ta? Ai, unë ndryshoj. Po e peti, tha se kanë shuë. Jo, unë e shofi, tha se e ka po azoti, se e ka plas, po jo, tha lu e kanë shuë. Dhe tha, do të rrije që merë, sa probleme, e kanë gjanu pak. Atër i thash, kjo kull do bëhet. Do bëhet, më tha mo? Po. Pa u prishkret? Pa u prishkret. I gjo tha, nga jeti? Ashtë unë jam nga thella nga male. Mo ma merë për tërë, që jam i vjetër, tha unë. Do të thom një fjallë, ha. Kjo kull bëhet vetëm kur të vjeri tata im me gjithë drasa vorim shpend dhe vjekto. Shumë e bukur. Nuk e merë do të me menë se si mu ba mu. Prapa i ke fenomenale. Po, i thash, me gjitha të të bëjmë. Edhe unë qova një brigat nga fjeri. Ajo kishte një 2-3 ustallarë mirë dhe një nga ata ustallarë bënd të ogjaqet, nuk e merë do të me menë në gjerë se çfarë mrekullie bëndaj. Ogjakuja ti ishte i thjesht me e pa, bës duke i gjahë. O gjak vendi kështu. Një ti fut dronët,
Vene drunin ndash keder ati, ai e fut të mrenë me gjithë ty. Ty minësivër. Ty minësivër, s'ka. Ishte absolut. Okej. Jo, të them të fundit se si doli puna, se e bëra. Edhe këta e bani, vuna ca pyka, unë e shtrëgove me pyka, me pyka quen ato me hekur, breza, ishte 1 metër gjanë muri, kisha 50 centim kors, unë, uta pykat e bani, e suvatun, dhe shkum mja dorzu, ashti shkum 14 vetë, ishte mbledh fshati e dreqi verse mere, unë isha i fonit tashma, tjerët ishin para ato atë partisë, e këtë. Gjok dhe gjini, pa fati, ka qenë, jo, është gjallë, gjoka i fillim, po, edhe i dha dorën ati, tha, do t'jap dorën ti të parit, të më falë një tjerë, do t'jap dorën ati të fonit, tha, a i plaku. E në erdhe më dha dorën mo. Një gjoni në popull, tha, ti burri i kam bërqë. Jo më rëthash të më ke bërqë që bërë. Po, tha, atë kam thonë se vje baba e me gjithë drasa vori, tha, e së nërishet, po, i thash të më ke thonë. Ti e banet lumë benja, tha. Ja me tha shumë, se s'kisha atëhere e zveluj, me thanë se e kam bon. E ka bo partia, e ka bo kyja, e ka bo... Okej, shumë e bukur. Do, tani se është i tem që ne mund të rrim shumë gjatë, por shiko, do të prekim një gjatë fundit, që kemi tani, ka i lidhjet. Çdo njeri do më thënë merr nga njëri i afërt i veti. Edhe ca dhunti. Është e pamundur të dalish nga një trull bashkë. Po, është e vërtetë. Ashtu dhe tani do të sjell një gjatë tash, do ta ndjekim bashkë me za dhe me fotografi, edhe do ta mbyllim aty duke folë pikërisht për dhuntit artistike. Ta ndjekim tani edhe flasim bashkë. Mbusha ujtë e kroni, këndon Gjela Ndreqa. E mbusha ujtë e kroje, e lëdjeshte kroje, edhe hanoheko, e ta hej sa kesh lume nana, hej zanëm hej. Jemi rikthyer tani me Dodën. Dodë. Ky za që mund të tërheq vazhdimisht, sepse ti e ke pas nanë, unë kam një lidhje shumë shpirtërore me nënën tuaj. Ka desh shumë. E jashtëzakonshme. Shiko, kam thënë gjithmonë, Doda nga e ka marrë këtë? Nga e ka marrë këtë dhunti, domethënë që për të shkruar, për të lexuar, për të recituar, për të aktruar, për gjithçka tjetër, nga e ke marrë? Nana ka qenë i vajtojës nga më të famshëm. Është e vërtet që nana ime ka qenë një artiste e lindur, edhe po ta vesh re, ajo 60 sa vjeç aty, imagjinoj çfarë zoni ka, po të të them një sekret që jati 85 vjeç kënonte me lahut, 7 shaljan kanë rënë shtoj. Ja. Po, shtu si se 15 vjeç, ka që të merë. Dhe kjo ishte një gjë interesante, kur vinin në shkollë, shkolla atëhere, printe nxënësve të dalluarin zgjidhen në presidium. Dhe nana ime, kur vinte nana, ajo nuk shkote me ullë, shkote direkt në presidium. Jo, uli vetë. Po, u shkote uli vetë. I thash, unë ishte ekonomë, si shkote tjetë i pa, ka thënë ata. Po e dimër se ti e i pari, s'ka, po s'qe i pari më galëzot, s'vi unë ishë. Ja. Po, përso. Si ka qërë, ja. Nuk vi ishtë, po. Edhe, është një, absolutisht që kam të rashguar prej asaj, por unë kam patur dhe njerëz të tjerë, edhe baba imi ka rashtë feliz dhe fyllit, shumë mirë, dhe zamareve në mënyrë tjerë zakonshme, ka qenë perfekt për to. Kam patur një ndërtues, djali i aqës babës, ka qenë ndërtues perfekt, i famshëm i Dom Pren Logu ose Dom Pren Pjetrej. Dom Pren Logu ju keni atë lidhjen. Është vllai i gjyshit, more. Jo vllai i gjyshit, pa i lidhje. Lidhje tamam, është vllai i gjyshit tim. Është tamam vllai i gjyshit tim. Vetëm vllai i gjyshit. Dhe por nga kjo kam trashëguar këtë.
Ajo mbante mend përmend shkush e di se sa vazhje, sa dush mande. Po, pra ne mban përmend shtie. Edhe unë mbaj mend goxha, Absolut, kam edhe vore, vazhdoj ta po. kem të memorien mirë. Po, Dhe bile më kujtohet si sot, kur moshi 81-82 vjeç, i thash, bisedojmë një fjalë bashkë, e mira është, i thash, si tashti, që këtë të pështon goja, thash, e fol një fjalë tjetër një mort, ajo që vajtonte, këtë drejtë, tha, as një fjalë tjetër, dhe ndaloj, nuk shkoj. shumë e bukur. Po, Okej, do me thënë që ta din njerëzit se dota nuk është rastësisht tek letërsia, tek kështu. normal. Pra është kjo. Edhe është kënaqësi e madhe, sinqerisht, edhe unë që e kam njoh atë, një nga vajtojsat, nga ato që quhen vajtojse profesionistë, domethënë kanë nga vaj. Po. Edhe pranej mori Dorianini e futi në skenë. Po. Dorianinin kjo e donte shumë, sepse Doriani që një njeri që i hyri këngës militore me shumë themel. Thel, tamam, ai. Tamam dashtin e vet. Van krijesa, grupi i Mirditës ishte krijesa Dorianinit. Absolutisht. Dhe është pa mundur që të diskutohej, unë Dorianin e kam marrë vazhdimisht këndë marrë ndërtimit, Po. dhe estrada jonë me të shpinë të parë. Ai këngëtarët i zgjidhë aty, ai. Dhe bëj... Shumë bukur. Ndërkohë, ti je përfshi me letërsinë. Vazhdimisht, edhe me poezinë, edhe me publicistikën. Po, përgjithsisht. Po, kështu që mu më ke sjell 2 libra, që është një Kulla e zemrës, që ta jap këtu unë mund ta shohim pak. Po, është libër me poezi. Një libër me poezi, Kulla e zemrës, dhe është një nga kullat po, që është... ku ju keni punuar. Po, është e vërtetë. Keni në Kanua, agriturizmin Po, Kanu, në Kanu, po, në Kanu e Ermali, po. Unë i kam marrë leja ati që i thash nuk ta vendosën. Okej, shumë e bukur. Okej. Dhe kemi një tjetër që e lënë thash, sot mund të ishin 2 medaljetar. Pra mund të ishte e ken mrapa në fund të 2. Mund të ishte edhe deda, ja ku është. Ja i ke 2 bashkë, s'ke nevojë. Janë bashkë, unë i kam dhe fotografie që mund të japim, por ja ku jemi këtu ke libri, ku është Doda. Thash jemi 4 dhe do të Vladi dhe Ermira Bardhi. Po në këtë rastin që po them do ishit sot në mua, si një drejtare e hapur rrugtim jetën e trazuar të inxhinier Ditë Shkurtit dhe Doda si një nga vëllezër po e quaj. Po, ai është një modelografi. Edhe është libri që mund ke sjell sot. Po. Një tip fotografie, ha? Së shpejti shpresoj të dalë dhe libri për Gjon Arabin. Edhe për Gjonin, që keni qenë vazhdimisht, keni punuar bashkë. Po, edhe së janë nga të lidhjet forta më shpirtërore. Bëra një kështu me atë redaktoren Tereza Babasuli, që ajo është një redaktore shumë e mirë. Pra, këtu, me të drejtë mu më jep emocion se e kujtoj Dedën, sepse Deda ka shkruajtur dhe vetë poezi të bukur. E kam pasur në emision. Po, kam përshtypjen se mund ta kalosh për një masdite librin. Për një masdite. Kaq po jam i bindur. Shiko, do me thënë tani. Ai ka shkruajtur dhe për mua, bile thot Pale Garant thot që hap një gjoksin me djemt e mi dhe zemën merma për transplant. Thot në fund. Po, një hut, një gomar, masiv dish deta edhe më tha a ja morë zemën? Jo, i thash nuk ja morëm, sepse a e ka lanë vetë. Nuk e ka kuptu. Okej, por kjo është gjë e bukur dhe faktikisht do të pranej thash e lidha me nanën, fakti që ke marrë nga geni, është një gjë shumë interesant, po shumë interesant dhe i gjë tjetër që lidhet. Ti mund të jesh një specialist shumë i mirë, edhe të mbyllësh thjesht në atë kornizën tënde në radhë. Po kur ke artin, unë besoj se tanë jetën ty arti është një hapësirë tjetër. Është një hapësirë tjetër që më ka shërbyer vërtet. Kep sinergji tjera. Më ka shërbyer vërtet. Do të jap një shembull shumë interesant. Unë isha drejtori në SNS dhe grupin e estradës e drejtoja unë. Shumë e bukur. I thirrsha në zyrë dhe i gjetë. Hajredin Gjetën, për shembull, ka kënu kam të para në zyrë timi i ka kënu. Shumë e bukur. Atëherë, ky është Dot Pjetri. Dot Pjetri me medaljen e artë. Ja, medalja e artë e Dot Pjetri. Edhe sot kishim Dot Pjetrin këtu. Janë libra ti cilët do të rinë tek biblioteka e gjimnazit dhe ndaj gjimnazi Rëshkëndë është me emër, sepse ka pas persona të tillë si puna e Dodës edhe të tjerë, të talentuar që kanë qenë nga specializmi të mirë kudo që kanë shkuar. Dhe drejtuese gjithandej. Kështu që besoj që ky rast është për të thënë disa fjalë për gjeneratën e re të gjimnazit
Dhe çfarë mesazhesh ke për t'ju dhënë dot pikërisht në të 65 vjetor të gjimnazit Rrëshenit? Duke qenë se unë kam patur një divizë vetë e shprehur në vargje, që thot, unë im hamal, ti për para shko, as njëherë sklav, as njëherë hero. Dhe unë do t'i thosha brezitri që në qoftë se synojnë për të ecur para, të mos e kthejnë kokën brava. Shumë bukur. Okej. Ndërkohë, do ta mbyllim me Dodën këtu, sepse do sjell dhe një kronik, atje pikërisht do të ndjek gjithë aktivitetin që po bëhet atje, do sjell pak pamje edhe nga muzeu, edhe nga gjimnazi i Rrëshenit ku ka studiuar Dot Pietraj dhe ku është laureuar me medalje të artë. Do t'i kishe shumë kënaqësi të biseda me ty. Edhe të pres që të bisedojmë në njëherë tjetër më shumë për letërsi. Në vim me shumë kënaqësi. Edhe për artin nëse arrit të kujtohem. Po jo, kujdesa jote është fenomenale. Shumë faleminderit. Ndjekim specialin nga gjimnazi i Rrëshenit. 65 vjetorin e gjimnazit të Rrëshenit janë me detyreshën dhe jemi te muzeu. Ku ja këtë shumë i bukur që do ta përcjell edhe për emisionin që do kemi për gjimnazit, por një herë edhe do t'jetë në YouTube që ta ndaj domethënë kështu, sepse është një ngjarje shumë e madhe, po këtu jam ndalë Vedoninën, pos aktiviteti tjetër jam ndalë tek muzeu. Se mund pëlqen me ta ndaj Vedonia ku bëhet një event madh dhe i kushtohet muzeu. Ky është pak a shumë një muze modest dhe duhet të na bësh një guid për muzeu. Gjithë kolektiv të cilët kanë përmuar nga viti 1960 deri 2025, ku janë përmbledhur të gjitha që nga arsimi dhe historia e tij. Pra këtu kemi me dita dhe arsimi dhe historia. Pra që në 1632 shkollë, shumë e deri në vitin 2025. Për që në shkollat e parë të Velës, dhe ndjeshin edhe me radhë deri. Okej? Do ta bëjmë dy kim drejtuesi gjimnazit të Shëndërvitë, drejtuesi pra që nga Isa Alivaj, që e pari 1960. E tek e fundit që në Nita Leshaj 2020. Edhe ke fundit në drejtore. Në drejtore. Ku janë të Sande. Dhe të fundit që ka punën tim gjatë. Që kemi të filmuar shumë. Ndërkohë këtu kemi foto të viteve. Po ta afrojmë pak edhe të vite të ndryshme, nga matura e parë 1964. Po që nga matura e parë, e me radhë janë fotot ndër vite nga 64, 67, 71, e me radhë janë fotot të mbledhura nga arkivi. Po shumë bukur, matura e parë. Matura e parë. Këtu ka emrat e mësuesve, të nxënësve, e me radhë sa e mes. Jemi drejtor. Po shumë bukur. Pastaj ka me personalitete që kanë vizituar gjimnazin e Rrëshenit. Që nga Komanda Deliana, tetor 68. Ministri i famshëm dikur, se legjinueshëm më qenë Tafaj, Lindita, Nikola e tjerë. Dhe këtu nxënë gjimnazin me medaljetar. Po. Okej, tu kemi nxënë gjimnazin me medaljetar viti 72. 72 Dot Blati, Dot Pietri, Det Shkurti, Ermira Bardhi. Në 86 kemi Laura Sata, vajza Tonin Satës, vini 1990 Adela Quve. Tani drejtoresh. Unë kam intervistuar për emisionin Pulen, një nga nxënësit më të talentuar që pas mirëditës. Edhe gjimnazi Rrëshenit, që është Dot Pietraj. Ka rrëfyer për gjimnazin, shumë këndshëm. Ndërkohë që ai kishte sjellë me veti edhe medaljen e artë të vitit 1972. Ja po është. Kjo këtu. Ashtu. Tani kjo medalje ju vjen për muzeun. Ma ka dhënë, nuk ishte mundësi me ardh, ma ka dhënë porosi që të më të sjell te muzeu që kemi pa. Kështu që ta gëzoj muzeun, ta gëzoni ju. Shumë faleminderit. Që na ka dhuruar këtë medalje të artë, të ti që na shoh. Faleminderit. Atëherë këtë do ta shohim. Patjetër, do të gjeni një të bukur të postasit, do të vendosë këtë medalje. Në momentin po vendos. Okej, shumë faleminderit. Atëherë vazhdojmë tek. Këte kemi diploma të marrë nga ndërvite, nga nxënësit si që është Vera Përleka, e me radhë janë nxënës ndryshëm, kanë marrë në medalje të arta dhe çmime në eventet të ndryshme. Kompeticione të ndryshme, konkurrime. Mindita gazeta nga Gjimnazi Rrëshenit me ndërtimin e mësuesit Bardopule. Po, me pardon, kam dhënë unë kontributat e këto gazeta, shumë bukur. Okej. Tu kemi nxënës me titull dhe grada shkencore. Dhe që ti përmenim pak, Donina, ti përmenim pak, domosdoshmë ka shumë rëndësi ky fakt, domosdoshmë një gjimnaz, pse gjimnazi
ka tragjit, ka tragjedimi, për t'ju thënë dhe sot, sepse ne lidhim edhe me kohët e sotme, ja shka ndodhë me nxënësit e Rëshenit. Luis Gjoga, profesor doktor, Pal Nikola, Mark Marko, Aurel Toma, një nga kardiologët më të mirë të Evropës, jo thjesht Austrisë. Ilir Berhani, Dot Prenga, Nuë Bardogu, që është shkencëtar në Francë. Kristina Gjeqi, Sander Kovaci, Lesh Leshe, Arjan Kushe, Adrian Deka, Gjin Nogu, Vittorio Gjoni, Luana Rabi, Pranera Skona, Leon Kaza, Sashen Galeshe, Anton Mjera, Denisa Quj, pra shirë, gjithë ky enumeracion të talentuar që kanë nxjerrë pikërisht Gjimnazin e Rëshenit. Edhe bravo pëse që i keni gjistuar, jeni shumë korrekt me kështu. Po, vazhdojmë Pastaj kemi të Gjimnazit e Rëshenit me funksionet e larga shtetërore dhe publike. Dhe publike, okay. Duke filluar kryetarja e Konventit Lidia Nikola e me radhë. Po, okay. Tu kemi historikun e Gjimnazit të Rëshenit. Historiku i Gjimnazit, pra, shikoj, sa në një herë sa pak duhet për të dhënë, po, sa pa diçka të rrjedhë, kjo më pëlqeu këtu, unë kam parë diçka ke Infokulla, për Mariana Graf Niket, për muzeologjinë është profesioniste dhe e ka nxjerrë historinë e ditës thjesht pa pasojë pas salla shumë mbaje, thjesht në fletë në mënyrë si keni vepruar ju, keni më ushoj, ju ka punë në mënyrë që mund t'i lëvizësh së fundit. Shumë bukur, pra me pak fjalë ti stampon historinë e gjimnazit. Tu e një foto certifikata ndër vitet e marra nga nxënësit e Gjimnazit të Rëshenit që nga Gjafita deri në 2025. Edhe i kanë sjellë, I kanë sjellë. Një shumicë mirë i kanë sjellë. Edhe shiko, ka shumë rëndësi që kur të që i ka marrë, okay, ka qenë tipaje ke shtëpia, ka shumë më mirë se kur bën një muze mirë, unë besoj që këtu vjen këtu. Se flasim për muzeun e Mirtitës, shpesh herë artefaktet që janë edhe muze që kemi bëu Pallat e Kulturës, domethënë ato gjëra që janë marrë, medaljet që janë marrë etj, pse mos tihen muze? Për shërbim brezë. Për sa tjetër në lidhësi publicistik, po, që nuk i kanë munduar Gjimnazit të Rëshenit dhe janë nga më talentet që ka Shqipëria. Tu kemi pjesë të aktiviteteve artistike kulturore, me foto, me çmime të marra, me certifikata. Okej, drejtuese e konviktit. Po, drejtues të konviktit. Dhe konvikti ke shtëpia që ndos, që është ndikur, pastaj deri te konvikti, te konviktorët e parë. Është shumë bukur, rrugë fantastike. Vim këtu, sërish foto aktivitete të ndryshme. Po, projekte ndërkombëtare. Shikoj, Gjimnazi i Rëshenit doni në mendimin tim spikat sa i përket projekte ndërkombëtare. Dhe ka mësues me emër, çik mësues janë, më pak disa mësues. Përse i përket që kanë punuar me projekte. Me projekte valbonare që valbonare që dhe shik janë listuar, të cilat janë të minimum. Po, patjetër, është edhe socialistës, dy socialistës, Bleta Kashore dhe Albana Prenda. Kemi Amelia Bardokun që është nxënëse e cila ka dhënë një kontribut dhe ka studiuar në Amerikë dhe a rikthyer përsëri këtu. Kemi plot. Edhe i gjoshu, bravo që keni punë vëzhgjë tjetër këtu, se shoh për shembull vullnetarët e Korpusit të Paqes. Dhe i keni përmend që këtu i bëjmë si kam intervistuar disa. Që nga Roy Famshur Patrice, Roy apo Andër Mirdide, me Mirandën atje, Patriku këtu ashtu dhe Diegi, Sara atje, gjithë ato shumë bukur, sepse ti të fusish në kujtesën e historisë muzeale, kontribute edhe nga jashtë, për mua është një pjesë shumë e madhe, bravo. Përsëri certifikat. Edhe këtu jemi certifikat. Diploma, foto ndër vite. Tu është ndërtesa e vjetër. Po, ndërtesa e vjetra fare. E para dhe e reja që Gjimnazi kemi sot. Okej, sërish vazhdojmë. Libra të botuar nga ish kolegë, të cilët janë që kanë dalë këtu. Po, janë në pension. Pasi dhe hartografinë e Pal Nikollit. Po. Absolutisht një atë më të mirë që ka Shqipëria. Tu jemi te disa shkolla që u hapen. Shkollat e parë. Po, kisha shërbumit rubik. Ka shumë, po, ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi, domethënë në fakti që ne të përmenim kishë se nga herë tek shkolla e parë. Shqipe, mësojtorja e Korçës e tjerë dhe e bëjnë vetëm 150 sa vjeçare. Nësa ne kemi histori 300 vite i zhdukit. Kështu që një farë mënyrë, kjo vend drejtësinë e historisë së arsimit shqiptar. Dhe fati i madh që Mirdita është një vend që ka një nga pasuritë të mëdha për t'i thënë kombit për arsimin kombëtar. Tu jemi me tu kemi kupa të fituar ndër vite nga nxënësit tanë në voleyboll dhe futboll. Po, që ne shumë për shumë. Tu kemi kryetari ndër vite. Okej. Dhe jemi sërish me libra. Libra të botuar nga ish. Po. Nxënës dhe mësues të. Okej, tu keni një dhuratë nga shkolla Rubikut. Po, që në vitin 2014 kemi dhuratë të bukur. Ka godina e gjimnazit e punuar aq për mjeshtëri. Pra këtu ishte dhe kush do mund vjen ta vizitojë aty në Mala. Patjetër. Janë të mirë pritur ta vizitojnë.
çdo njeri i mundshëm. Ta vizë dhe kushdo që ka artefakte, kujtime e tjerë me radhë. Përsëri mund të sjellë. Ta pasuroj, se ky mund të pasuroj. Çdo vit mund të pasuroj. Unë falenderoj dhe ju uroj. Faleminderit. Shumë sukses. Faleminderit.